Ky model bashkëpunimi ka sjell gjithmonë feedback për kompaninë edhe për punojësit, se sa më të lumtur, sa më të mirë kuptuar të jenë punojësit në punën e tyre, aq më produktivitet do të kenë në punën e tyre të përditshme. Unë jam Rozeta, pjesë e stafit Alp Group prej vitesh. Unë si nën, si grua, si gjyshe e kohët e fundit, kam pasur shpesh herë nevojë për t'ju përkushtuar nipit tim dhe kam pasur mirëkuptimin nga kompania dhe fleksibilitetin për t'ju përkushtuar. Kompania ka ndjekur këtë politikë sepse ka parë që në moment që ne kemi këtë fleksibilitet, këtë mirëkuptim, punojësi do t'jetë më efektiv dhe më produktiv në punë. Tek ne ka pasur dhe zonja që janë rikthyer mbas lejes së lindjeve, e ne kemi bërë të mundur që punën dhe shërbimet ta përshtasim me kohën që zonja ka në dispozicion që t'i përkushtohet edhe familjes dhe bebeve që kanë pasur, që kanë sjellë në jetë. Gjithmonë jemi të disponueshëm në lidhje me pjesën e fleksibilitetit të zonjave. Madje gjithmonë mbajmë staf rezervë për të zëvendësuar në rastet që do të paraqitet nevoja në për shërbime që ne kemi në terren. Kompania përfiton sigurisht sepse unë jam shumë e lumtur ditën tjetër sepse punoj 2 fish për t'ia shpërblyer kompanisë.